Selamu alaikum. Po fillojmë mësimin e dytë nga kursi i mësimit të leximit të Kur'anit. Sot do ta mësojmë shkronjën B. Shkronja B është sikurse shqiptohet sikurse shkronja B në gjuhën tonë dhe shkruhet në këtë formë. Pra kjo është shkronja B. Shkronjat në gjuhën arabe, siç kemi përmendur edhe më parë, janë gjitha shkronjat të shkrimit. Pra, në gjuhën arabe nuk kemi shkronjat shtypit dhe shkronjat shkrimit sikurse në gjuhën shqipe, por kemi vetëm shkronjat shkrimit. Kur dëshirojmë ta shkruajmë një fjalë, për shembull, këtu kemi marrë si shembull fjalën bubi, nëse dëshirojmë ta shkruajmë, atëherë duhet ta shkruajmë duke i lidhur fjalët me njëra tjetrën. Pra, lidhen sikurse po e shihni këtu në ekran dhe nuk duhet shkruhen ndaras sikurse këtu. Pra, në shqip kemi bubi mund ta shkruajmë me shkronjat shtypit kështu ose në këtë formë me shkronjat shkrimit, ndërsa në gjuhën arabe duhet i lidhim gjithëherë shkronjat, përveç 6 shkronjave të cilat lidhen vetëm në njërën anë, cilat do t'i mësojmë më vonë. Këtu shkronja B në fillim të fjalës shkruhet kështu, pra në këtë formën. Kjo është shkronja B kur shkruhet në fillim të një fjale. Në mes të fjalës shkruhet në këtë formë. Pra, sikurse fillimi, mirë po ja vendosim edhe një vizë lidhëse, sepse kjo shkronjë do të lidhet me shkronjën që e ka përpara. Dërsa shkronja B në fund të fjalës shkruhet në këtë formë. Pra, sikurse B-ja kur shkruhet vetëm, vetëse i shtohet edhe një vizë lidhëse, sepse do të lidhet me një shkronjë përpara saj. Kur i bashkojmë këto, kemi këtë fjalë, pra fjalën B, bi, bu. Gjithherë fillohet nga ana e djathtë, këtu kemi vendosur edhe shenjën shigjetën për ta kuptuar se leximi në gjuhën arabe fillon nga ana e djathtë. Pra, këtu kemi shkronjën B. Shkronja B në fillim të fjalës shkruhet në këtë mënyrë, në mes të fjalës shkruhet në këtë mënyrë, dhe sa në fund të fjalës shkruhet në këtë mënyrë, dhe kur i bashkojmë këto shkronja fitojmë këtë fjalë. Pra, këtu kemi B, bi, bu. Nuk është shumë e rëndësishme se çfarë zanori ka, mund të ketë edhe zanore të tjera, mirë po më rëndësishme është që ta kuptojmë se si bëhet lidhja e shkronjave në fjalë. Atëherë po vazhdojmë t'i lexojmë disa shembuj me shkronjën B. Këtu kemi shkronjën B në fillim të fjalës, mirë po, me që nuk kemi mësuar shkronja të tjera pos shkronjës B, gjithë shembujt do të jenë me shkronjën B, vetëse do të ketë ndryshim të zanoreve. Tu kemi B, bi, bu. B, bi, bu. Në shembullin tjetër e kemi fjalën bi, bu, be. Bi, bu, be. Në shembullin e tretë kemi fjalën bu, be, bi. Bu, be, bi. Shembulli tjetër është kë, tu kemi fjalën bu, bi, be. Bu, bi, be. Shembulli parafundit është kë, be, bu, bi. Be, bu, bi. Dhe shembulli fundit, bi, be, bu. Bi, be, bu. Shpresoj që e kuptuat shkronjën B. Tash po e mësojmë shkronjën T. Shkronja T është kjo. Pra, kjo është shkronja T. Është sikurse B-ja, vetëse dallimi vetëm është se shkronja T shkruhet me 2 pika dhe pikat shkruhen lart, ndërsa shkronja B shkruhet vetëm me 1 pikë dhe pika shkruhet poshtë. Pra, kjo është B-ja, ndërsa shkronja tjetër, kjo është shkronja T. Po fillojmë
ta mësojmë shkronjën T. Shkronja T në fillim të fjalës shkruhet në këtë formë, pra kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu dhe në fund të fjalës shkruhet kështu, në këtë formë. Nga njerë shkruhet edhe në këtë formë, mirë po, këtë do të mësojmë edhe njerë dikur më vonë, në mësimet në vijim. Pra, këtu kemi te, ti, tu. Ti lexojmë atëherë shembujt e shkronjes T. Tash i kemi mësuar dy shkronja, pra shkronjen T dhe shkronjen B, kështu që do të kemi, në shembull do të kemi këto dy shkronja bashkë me tri zanore që i kemi mësuar. Tu kemi te, bi, bu. Te, bi, bu. Shembulli tjetër, be, ti, bu. Be, ti, bu. Shembulli tjetër, be, bi, tu. Be, bi, tu. Po i lexojmë edhe 3 shembuj tjerë. Këtu kemi ti, bu, be. Ti, bu, be. Shembulli parafundit, bi, tu, be. Bi, tu, be. Dhe shembulli i fundit në këtë mësim dhe i fundit i shkronjes T është tu, bi, te. Tu, bi, te. Shpresoj që i keni kuptuar lehtë. Allah ju ruajt. Shihemi në mësimin e ardhshëm. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ky kurs është i bazuar në librin Abetaria Kuranore, cilin mund ta gjeni falas në shumë librari islame ose ta shkarkoni si PDF në linkun e mëposhtëm.